jam shumë i lumtur që më dha rastin për herë të parë me fol para një mikrofonit shqiptar. Tjetra që jam që 24 vite në Zvicër. Ajo që është më e rëndësishmja edhe më e dhimbshmja është rinia. Këtë që s'më nja fali askurt. Kjo, mirë po, ajo ku ka qenë, tjetër shumë, si me thonë, u konë, se vitin 1901 ka pas demonstrata që janë konë një këthes historike për popullin shqiptar këtu. Edhe një pjesë e madhe e jone, përveç që në kanë burgose, përveç i kanë shu venin, një pjesë e jone është detyruar me ike me lshu venin. Që 34 vjetë jetoj në Suedi, mungon prima, hojri. Se din këta, se me konë jashtë, unë për veti s'kom probleme në shpi, kam 40.000 të martu më janë kejtë, i kom martu me Kosovë, me tonat mira, pas unë për veti që jam i knaqën. Me kom shoqe për gjithë e lutë, shoqe hadi vina, me konë se nesta së dalë për i të të konë. Shpeshë më thënë, për mua shumë e mirë Kosovë, fa në për Suedia prefekt, s'ko gjosë, s'kom posë drejtja, as me thëmi, as me jetën e kom mirë këtë, po si venë jëtë. Unë e shoh shumë mirë, kom qef shumë me ardhë, se duket kërmushën shqiptar, atjeve që tuje së më përqenë shumë, këtu më përqenë shumë, se kom qef veni mirë. A vjen shpesh në Kosovë? Po, gjithë vetë vina ka spoku ndë herë, 2 herë. Për me ditë rëndësinë e jetës, do të me emigru. Për para ka qenë një fjallë e popullit, për me ditë që ka në shpjetonet, do të me dalë të komshiju. Edhe për mu fakultet ka qenë i dyfisht emigracioni. Që më shku me dëshirë, jashtë dëshirës. Por fati ka qenë ashtu, po të bëjmë një krahasim me dhe gjeneratat, është një thanje shumë e mirë, që çdo herë gjeneratat lindin ma fragile se gjeneratat e parë. Edhe këtu unë po shoh me vite këto, se nuk do të thotë sepse jemi larg gjatë dhejot, ne na mungon shumë zona këtu. Edhe vim më çmall këtu. Mirë po rinia është pak e dezorientuar. Nuk është se di, a është edhe faktori jashtëm, shumë po lakmojnë të i huj. Nuk bën me përbuz tonë. Në Suedi jam që 34 vjetë. Kosova për mu për veti duke shumë, a s'ka përparu shumë, për mirë është. Kënë që shukon se këndrej të një shteteve tjera, Shemull, Bosna, vendet tjera që më konë i kompo që ka më bas lufte, ka përparua shumë. Infrastrukturë, mirë, nuk ka bashkë mirë, nuk e nga të knasën, a s'ka me konë të knasën kur, po. Po mu më duket se më kanë ndryshu shumë për mirë, se kanë arritë shumë më duket. Shumë mirë duken krejtë simpatik, qikat e reja, krejtë pleqni, krejtë dëshysh janë shumë simpatik, duken shumë njerëz të mirë. Neve jemi mundu me një sakrifis të madhe, me eduku e fëmijën tonë, se ka një problemi madh. Se unë në Zvicër më shkuj eduku, kom qenë në vitin e fakultetin juridik këtu. S'ka pas nevojë me eduku mu Zvicër, unë më shku veç për interesin personal, për me punu, me fitu diçka, për me jetu. Mirë, po kjo rinia sotshme, edhe i kemi mësu nga fëmijë, për në edukatën që së shqiptare, po ka qenë pak një urrejtje. Jeti e Gjerman, jeti e Zvicër, jeti e kështu, bile dhe ata njeste më shumë nga kanë nënqmu pak. Derisa sot, peshe dhe t'i vetë shpëna quë. Na jemi lidhë dhe s'kemi ku shkojnë, kjo veni jonë, kjo vendlindja jonë. Këta të rritë nuk kanë fajë, disa mërgjimtarë, se që fa shprije me thonë, me lavdata, me sede, nuk janë të vërteta. E qëta më i lakmojnë, se unë i kështë thonë mërgjimtarit, le të provojnë kur dojnë.
mos lakmojnë të pore, se so pore merë atje, qaq, kam argju, që të ma shumë se 1.000 euro, 500 euro, nëse i do naj. Jesit, unë e shtoj tjera. Ata s'ka thujt tjetër sene është shkollimi, doktora, sene, biznise, ka qenë një biznis tjetër sene. Më një punë të thjeshtësione, ajo është njëjta jetë, mami bile e ki venin tënë se ka mira o pishman sa të gjallë. Si unë që këmë pishman, po s'ku posore për shkue. Shumë mirë, këna qef edhe mbrëmje edhe ditës me dojë, për shembull vena, vore qërë qytet je, për shembull Prishtinë dilet edhe ditën edhe natën, shumë mirë. Ka vite që shumë jemi largu për njëni tjetër. Jo jeni për ditë qëtu, po dhe ne i ndëgjojmë pak për mes ty në rrjetet sociale, por edhe televizione. Po ti ndëgjojsh këtu, ta iritojnë Kosovën, disa, s'bej për gjithsej, ta iritojnë Kosovën që kur mos me orë këta. Tënë edhe fëmija, do të jemi të real pak. Tjera rrëthona jenë rritë fëmija tonë atje, tjera rrëthona jenë rritë këtu. Por nuk bë me përbuz venin tanë, tokën tanë, njerin tanë. Se shërë se bëm je keq më shprej këto, se ditë nuk jetë pa u bon një vrasje. Kënë shpe vret vla, baba djalin, djali baba. Tënë edhe shka me thonë, shka një ma shumë e keqe. Që ku që ke droga që unë asë për vete nuk e njëfë që shashtë. Shumë ka deportu të rinia. Unë kisha thonë këta si janë këtë, rëni këtë, këta si janë jashtë, hajni ko. Unë e kam qef shumë u këthy. A ki qef me u këthy në Kosovë? Po, shumë kam qef. Me desh në me bobi, po. Unë po besoj që ata dojnë që ti në Kosovë, a? Ata vore, ka ertë në kështë. As dit as natë, qatë mendim e kom. E di që kom thëmin, po ma shumë të kom problem me gruja. Nona, si për thëmi kom marrë këtë thëmë, hajde dhe rina këto 2-3 muj, 2 javë rina atje, shqyrim do në pensionatës për rritë pak ma shumë, po që molla, po badjava. Si po, shumë kalla e di, po kur këthina kom problem. Jo mi likësht, për vete, unë e po thëmi, a i njeri ka mi rapi shumal, shumë i kina rapi shumal, po nasira posore. Ata i kësha lutë trive, për pare më zdel. Ma mirë, meri 500 euro që tu, janë tuat, s'pagu më një, s'pagu për gjo, kishë është një, atje s'ki me ka me dollë. I meri 1.000-2.000 euro, por ato, po kërkane kje. Që ki me kom punë, shpi punë, a kështu bile një kafe ki me ka me kje. Shumë pru, shumë më pëlqenë, shumë kam qef. Kështu i kanë kena traditat e mira, pse mos mi mojtë. A i bëri këtu tradita dhe në Gjermani, apo veç këtu Kosovë? Edhe atje. Më do këtë bële këtu, atje ma shumë, në për 8 morë, sa shkojna, kur është... Sa të me shkurti? Shtu, sa të po, dita e flamurit, që është gjithë shkojna.